Sot, qytetarët e Prishtinës dhanë një mesazh të fortë e të qartë. Ne duam zhvillim, vizion dhe transformim në një qytet metropolitan. E gjithë dim që Prishtina është zemra e Kosovës. Është motori i zhvillimit në çdo fushë dhe si e tillë duhet të jetë edhe frymëzimi dhe fokusi i secilës qeverisje qendrore. Le të reflektojmë e bashkëpunojmë jo për të kaluarën, por për të ardhmen e fëmijëve tonë. Për një kryeqytet që rritet me dinjitet, me dashuri dhe me një vizion të qartë. Prishtina po transformohet dhe askush nuk mund ta ndalë. Me entuziazëm e përkushtim dhe dashni do të vazhdojmë të dëshmojmë se rruga jonë për një Prishtinë transformuese është rruga e vetme e mirë për të gjithë qytetarët tonë.